Catherine Bullock mahnitet se si u bë muslimane. Çfarë jam duke bërë unë këtu poshtë? Habitem, hunda dhe balli im janë të shtypur në dysheme përderisa e jam gjunjëzuar në namaz. Kupat e gjurit më dhembin, muskujt e krahëve më janë të shtrënguar dhe të lodhur, duke munduar të largoj shtypjen e ballit tim. I dëgjoj shprehjet e huaja të personit që është duke u falur afër meje. Është në gjuhën arabe dhe ata e kuptojnë mirë se çfarë thonë, edhe pse unë nuk i kuptoj fare. Kështu unë i formuloja fjalët e mia, duke shpresuar që Zoti do të jetë i mëshirshëm ndaj meje. Një muslimane e vjetër vetëm 12 orë. Mirë. O Zot, unë e kam pranuar Islamin për shkak se të besoj ty. Dhe për shkak se Islami ka domethënie për mua. Vallë, e thash me të vërtet, unë këtë? Dhe me njëherë fillova të qaj. Çfarë do të thonë shokët dhe shoqet e mia nëse më shohin të tillë, duke u përkulur, duke i shtypur hundën time në dysheme? Ata do të qeshnin me mua. Ata do të më pyesnin se mos vallë jam çmendur. Do të më pyesin se vallë a jam serioze në këtë punë, në religionin tim. Religioze. Unë isha dikur një ateiste medituese e lumtur, e si tani u ktheva në një besimtare e më interesante në atë muslimane? E pyes veten. E kthej mendjen time në të kaluarën dhe sikur vërej një periudhë të rrëfeshme në këtë udhëtimin tim. Por, kur filloi e tërë kjo? Ndoshta atëherë kur për herë të parë takova musliman që praktikonin Islamin. Kjo ishte tamam në vitin 1991 në Universitetin Mbretëror të Kingston, Ontario, Kanadë. Unë isha një grua me arsye të shëndosh, tolerante dhe liberale. Isha diku 24 vjeçare. I vërejta disa gra muslimane duke shëtitur në qendrën ndërkombëtare dhe më erdhi shumë keq për to. E dija që janë të shtypura. Pikëllimi im u shtua kur i pyeta se pse i kanë mbuluar flokët e tyre. Përse mbajnë mangë të gjata gjatë verës? Përse janë aq të keq trajtuara në shtetet muslimane? Ndërsa ato më thanë se mbajnë shamin dhe janë të veshura në atë mënyrë, sepse Zoti ka kërkuar prej tyre ashtu. Krijesa të gjora. E çka sa i përket trajtimit të tyre në shtetet muslimane? Ajo është kultura jonë, do të më përgjigjen ato. E kuptoja në vete sikur ato ishin të mashtruara, me tru të shpërlar që nga mosha e re, për të besuar në këtë mënyrë të ligë të trajtimit të gruas. Por gjithashtu e vërejta se sa të lumtura ishin, sa të shoqërueshme ishin dhe sa të qëndrueshme dukeshin. Pastaj, pash disa burra musliman duke shëtitur në përqendrën ndërkombëtare. Në mesin e tyre
ishte një nga Libia, toka e terroristëve. U shqetësova shumë kur I pash më mbuloi një frikë e madhe se mos vallë do të më bëjnë diç në emrin e Zotit. Mu kujtuan fotografitë televizive të masave të shumta të njerëzve arab, duke I djegur fotografitë e presidentit Bush. Dhe gjithë kjo në emër të Zotit. Çfarë Zoti mund të kenë këta njerëz, mendoja. Sa krijesa të gjora, që madje edhe besojnë në Zotin, kështu mendoja unë. E sigurt në të vërtetën se Zoti ishte vetëm një projektim antropomorf I dobësisë tonë si qenie njerëzore. Por e vërejta se këta njerëz ishin shumë të shoqërueshëm. E vërejta sa shumë ndihmoheshin në mesvete. Më kaploi një aureol e qetësisë. Çfarë besimi kanë këta njerëz, mendoja. Më futi në mëdyshje e tërë kjo. E kisha lexuar Kur'anin dhe nuk kisha hasur asgjë të veçantë në të. Kjo ishte më herët, në kohën kur filloi lufta e Xhirit. Çfarë Zoti mund të jetë ky që I detyron njerëzit të shkojnë në luftë, të vrasin qytetar të pafajshëm të një shteti tjetër, të dhunojnë gra, të demonstrojnë kundër shteteve të fuqishme, pa të vendosur se është më së miri që ta lexoj librin e shenjtë, në të cilin ata deklarohen se mbështeten për sjelljet e tyre. Fillova në fillim të lexoj një libër fetar me vlerë, por nuk arrita ta përfundoj. Disi nuk më pëlqeu shumë. Aty përshkruhej parajsa me gra të virgjëra dhe gra të ndershme. Çfarë kishin për të bërë gratë e ndershme dhe gratë e virgjëra në parajsë? Aty ishte një Zot që I shkatërronte qytetet me një goditje. Dhe as pak çudi që gratë janë të shtypura. Dhe që këta fanatik sillen përreth, duke I djegur flamurin e shteteve të fuqishme, mendoja unë. Papritmas, personi të cilit isha duke pasuar në namaz, unë ngrit në këmbë. Unë po ashtu unë ngrita, kurse këmbët e mia u penguan nga fustani I gjatë që kisha veshur. U teshtita duke u munduar që t'i mbaj lotët. Duhet të fokusohem në lutjen time ndaj Zotit. O Zoti dashur, unë jam këtu sepse të besoj ty, dhe sepse gjatë gjurmimit tim të krishterizmit, judeizmit, islamit, hinduizmit dhe budizmit, Islami më la më së tepërmi përshtypje. Duke u kërrusur, duke vendosur duart e mia në gjonjë, orvate më shumë që ta bindi veten. O Zot, të lutem më ndihmo që të bëhem muslimane e mirë dhe e devotshme. Muslimane, këti, si mundesh? Një grua e bardhë perëndimore dhe e edukuar, të konvertohesh në besimin I cili I konsideron gratë si qytetar të kategorisë së dytë. Por muslimanët e Kingstonit u bën shoqit e mia. Ato më dëshiruan mirëseardhje në shoqërinë e tyre ngrohtësisht, pa asnjë pyetje. Kam harruar që ato ishin të shtypura dhe terroriste. Kjo sikur duket të jetë fillimi I udhëtimit tim. Por unë akoma isha ateiste. Apo nuk isha? Shpeshherë kam shikuar në natën e ndritshme dhe kam medituar mbi universin.
yjet nga diamanti të shpërndar në përqiellin e errët, sikur më vezullonin porosi misterioze mua. Ndjeja sikur të jem e ngritur në diç më të madhe se vetja ime. Vallë, a ishte kjo vetëdia kolektive njerëzore? Paqe dhe qetësi rrjedhnin mbi mua nga yjet. A mund ta injoroj veten time nga kjo ndjenjë dhe të deklaroj se këtu nuk ka qenje më të lartësuar, se nuk ka vetëdije më të lartësuar. A keni pasur ndonjëherë dyshim në ekzistimin e Zotit, pa ta pyetur shokët e mi besimtar, krishterë e musliman? Jo, mu përgjigjen ata. Jo. Kjo më futi në mëdyshje. Vallë, ishte Zoti aq i dukshëm, i kuptueshëm? Si është e mundur atëherë që unë nuk mund ta shihja Zotin? Me dukej e tërë kjo si egzagerim i imagjinatës sime. Qenje jashtë nga këtu dikund, duke ndikuar në mënyrën time të jetuarit. Si është e mundur që Zoti të dëgjon lutjet e miliarda njerëzve dhe të ketë parasysh çdo sekondë të jetës së atyre njerëzve? Kjo është e pamundur. Ndoshta shkaku i parë. Por kush ishte ai që kishte ndërhyrë? Dhe çfarë për vazhdimsinë e padrejtësisë në botë? Për fëmijët që vdesin në luftë? Zoti i mirë nuk do lejonte një gjë të tillë. Zoti nuk kishte kuptim. Zoti nuk mund të ekzistonte. Për më tepër, ne evoluam ashtu të predispozuar nga shkaku i parë, do si do. Ne përsëriram në gjunjë, dhe këtu jam unë, duke të shtitur, duke shikuar tërthorazi në gishtërinjt e mi, në gjelbërsin e segjadës time të re, ku po falem. Më pëlqeu segjadja ime e lutjes. Kishte një prekje kadifeje në të, ndërsa edhe ngjyrat ishin që më pëlqenin mua. Një xhami është ngjyrë hiri në prapavi të gjelbërt. Këtu është edhe një rrugë që shkon drejt hyrjes së zezë të xhamisë dhe më bën me shenjë të hyj aty. Hyrja e xhamisë duket sikur përmban të vërtetën. Është e pakapshme, por është aty. Jam e lumtur që jam e ftuar nga kjo hyrje. Kur isha shumë e re, kisha albumin e kompletuar me fotografi të botës. Dhe ajo botë u la me njanë, diku gjatë vitit të tretë apo të katërt të studimeve të mia. Në Kingston, me kujtohet vetja se njëherë isha e rregullt në shkuarjen në Kish. Disi e sikletosur që kur kuptova se njerëzit religjioz ishin të butë, të çuditshëm, të mërzitshëm, njerëz demode. Por prap se prap, Zoti më dukej si një gjë e qartë atëherë. Gjithësia nuk kishte kuptim për mua pa krijuesin e vet, i cili është i gjithfuqishëm po ashtu. Kur largohesha nga kisha, gjithmonë kam pasur ndjenjen e lehtësimit dhe gëzimit. Pastaj disi e humba atë ndjenjë. Vallë, a është e mundur që njëherë isha në relacion me Zotin, e që tani ky relacion është e humbur? Ndoshta ky ishte fillimi i udhëtimit tim. U mundova që përsëri të lutem, por ja që më dukej shumë e vështirë.
Krishterët më kanë thënë se njerëzit që nuk i besojnë Zotit, Jezu Krishtit, janë të mallkuar. Por, çfarë për njerëzit që nuk kanë dëgjuar asnjëherë për Jezu Krishtin, apo për njerëzit që i ndjekin religionet e tyre? Dhe shoqëria historikisht tregon se gratë ishin inferiore sepse krishterizmi na ka mësuar që kjo është nga ndëshkimi i Evës. Gratë ishin të penguara të studiojnë, të votojnë dhe të jenë pronare të tokave. Fillova të lutem dhe ta quaj vetveten besimtare feministe post-krishtere. E ndjeva atë lehtësi përsëri. Ndoshta Zoti i vërtet ekziston. Me shumë kujdes i studiova ngjarjet e jetës sime dhe vorrejta se koincidenca dhe fati ishin bekimet e Zotit për mua. Dhe se asnjëherë nuk e kam konstatuar këtë, apo thënë faleminderit. Jam e mahnitur që Zoti ishte aq i mirë me mua dhe këmbëngulës për gjatë kohës që nuk isha besnike. Veshët e mi dhe këmbët e mia vezullojnë këndshëm nga pastrimi që sapo u kam bërë. Pastrim ky, i cili më pastroi dhe më lejoi që t'i afrohem Zotit në lutje. Zoti, kjo madhështi marramendëse. Ndjehem e mahnitur për mrekulli dhe ndjej qetësi. Të lutem tregoma rrugën. Por me siguri ju mund të shihni se bota është shumë e ndërlikuar, shumë e bukur, shumë harmonike për të qenë një rastësi. Për të qenë rezultat i verbër i forcave evolutive. A nuk e dini se shkenca është duke ju kthyer besimit në Zotin? A nuk e dini se shkenca nuk e ka kundërshtuar Islamin në asnjë mënyrë? Jam e irrituar me jurin time imagjinare. A nuk i kanë hulumtuar ata këto gjëra? Ndoshta kjo ishte rruga më vendimtare. Kisha dëgjuar në radio një intervistë me një fizikan i cili shpjegonte se si shkenca moderne ka braktisur supozimet e veta materialiste të shekullit 19, shumë më parë, dhe ka ardhur deri te konkludimi shkencor se shumë dukuri e fenomene nuk do të kishin asnjë kuptim pa një qenie inteligjente që i ka projektuar gjithato. Në realitet, eksperimentet shkencore nuk ishin vetëm një vrojtim pasiv i fenomeneve fizike, por vrojtim i cili ndryshoi rrugën që fizicientët përfundimisht duhet pasur dhe vuri në dukje se inteligjenca ishte gjëja më kryesore e gjithësisë. Unë vazhdova të lexoj gjithnjë më shumë. Kam zbuluar se vetëm antropologët më kokëfort akoma besojnë në teorinë e evolucionit. Edhe pse asnjëri nuk e ka thënë këtë me zë të lartë, nga frika se mos e humbasin punën e tyre. Tashmë albumi im filloi të bëhet cop-cop. Mirë, pra, ke vendosur të besosh se Zoti ekziston. Ti ishe monoteiste, por edhe krishterizmi është monoteist. Ai është edhe trashëgimia jote. Pse për ta lëshuar atë? Akoma këto pyetje janë enigmë. Por ju do ta kuptoni se kjo është pyetja më e lehtë prej të gjithave për të përgjigjur.
buzëqesha, ka mësuar se si Kurani nuk i kundërshton shkencën në mënyrën që Bibla e bën këtë. Kam dashur të lexoj rrëfimet biblike fjalë për fjalë, por e zbulova se nuk mundesha. Faktet shkencore kundërshtonin imazhet biblike, por faktet shkencore nuk kanë kundërshtuar imazhet kuranore, madje shkenca disa herë edhe i ka shpjeguar versetet e pashpjegueshme deri tani të Kur'anit. Kjo ishte hutuese për mua. Ishte këtu një verset kuranor që flet mbi atë se si uji nga ujërat e freskëta të lumenjëve që derdhen në det nuk përzihen me ujin e detit. Pastaj vargjet që përshkruajnë shtatzanin me saktësi, apo vargjet që u referohen orbitave të planeteve. Shkenca e shekullit të 7 natyrisht që nuk e ka ditur asgjë nga këto. Si është e mundur që Muhamedi të ketë qenë aq i mençur? Mendja ime më drejtonte ka Kurani, por unë e refuzoja. Fillova të shkoj sërish në kish, vetëm që ta bëj veten të qaj, pothuajse në secilën mesh. Krishterizmi vazhdoi të jetë i vështirë për mua. Ishin aq të pakuptimta trinia, ideja se Jezu Krishti ishte Zot i mëshirshëm. Adhurimi i Shën Marisë, shenjtërive apo Jezu Krishtit më shumë se Zotin. Prefterint më kanë thënë që ta lë anash arsyen kur të meditojmë mbi Zotin. Trinia për mua nuk kishte fare kuptim, dhe as që kishte ndërmend të ketë kuptim. Fillova të gjurmoj edhe më thellë. Në fund të fundit, si është e mundur që të largohem nga kultura ime, trashëgimia ime, familja ime, feja ime? Askush nuk do të më kuptonte dhe do të mbetesha e vetme. U mundova të bëhem krishtere e mirë. Mësova më tepër. E zbulova që pashket janë bërë zakon disa qindra vite pas vdekjes së Jezusit. Se Jezusi asnjëherë nuk i ka quajtur veten Zoti i mëshirshëm. Dhe se shpesh herë kishte thënë se është djalë i njeriut. Pastaj se doktrina e Trinisë ishte vendosur diku 300 vite pas vdekjes së Krishtit. Se kredoja e Nikis, të cilën unë besnikrisht e kisha recituar çdo javë, duke u fokusuar në çdo fjalë të saj, ishte e shkruar nga një njeri në një tubim publik, për të konfirmuar pozitën e pakicës se Jezusi ishte djalë i Zotit, dhe se pikpamja shumicës që Jezusi ishte i dërguar i Zotit ishte shuar përgjithmonë. Isha shumë e irrituar. Përse kisha nuk mi kishte mësuar këto gjëra më herët? Sidoqoftë e kuptova. Njerëzit do të kuptonin se do të mund të adhuronin Zotin tjetërkund, dhe se aty adhurimi mund të ketë ndonjë kuptim për ta. Unë duhet ta adhuroj vetëm një Zot, e jo 3, jo Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, jo Jezusin si Zot, e as shejtorët, e as Shën Marin. Vallë, a mund të jetë Muhamedi vërtet i dërguar i Zotit? A mundet Kurani të jetë fjalë e Zotit? Dhe natyrisht fillova të vazhdoj me leximin e Kur'anit. Ai më tregoi se Havaja, Eva e quajtur tek ne krishterët, nuk ishte e vetmja e fajësuar për dështimin,
se Jezusi ishte i dërguar i Zotit, se jo besimtarët do të më përqeshnin nëse jam besimtare, se njerëzit do të vënë në dyshim vërtetësinë e deklarimit të Muhamedit mbi shpalljen, por që nëse ata do të mundoheshin për të shkruar diç aq të urtë, të përpothshme dhe racionale, do të dështojnë. Kjo dukej e vërtet. Islami kërkoi nga unë që të shfrytëzoj inteligjencën time për të medituar mbi Zotin. Ai më nxiti që të kërkoj dituri, më tregoi se secili që beson një Zot, qoftë nga qifutët, krishterët, muslimanët, kushdo qoftë, do të shpërblehet. Dukej si religjion që i përfshinte të gjitha. Ne u ngretëm prap dhe qëndrojmë lart, dhe përsëri ulemi poshtë në pozitën pushuese me duar të vendosura në preherin ton. Çfarë tjetër do të mund t'i thoja Zotit? Nuk më kujtohet asgjë. Lutja më duket aq e gjatë. Shfryhem ngadalë me një gërhitje të qetë dhe prap marr frym thellë. Pasi që pas tër atyre uljeve dhe ngritjeve, disi mbetesha pa frym. Pra, ju seriozisht mendoni se unë do të kisha hyrë vullnetshëm në një religjion që do të më bëj mua qytetare të klasës së dytë? Unë kisha nevojë ta parashtroj këtë pyetje. Ju e dini që ka shumë keqpërdorime të grave në shtetet islame, sikur edhe në Perëndim. Por ky nuk është Islami i vërtet. Dhe mos e shpifni rastin me Shamin. A nuk e dini se gratë muslimane veshin hijabin, mbulesën islame, sepse Zoti e kërkon atë prej tyre? Sepse ato besojnë në fjalën e Zotit? Sërish qetësi. Si do të kem unë guxim të veshi veshjen islame, hijabin? Mbase do ta kem shumë të vështirë. Njerëzit do t'i zgurdollojnë sytë tek unë. Do të bëhem e dukshme. Ndoshta do të ishte më mirë të fshihem në turmën e njerëzve kur do të jem jashtë. Por çfarë do të thonë shoqet e mia kur do të më shohin me atë mbulesë? O Zot më ndihmo. Kam ngelur në skajin e ndryshimit gati 1 muaj të plotë. Ndërsa dilema ime shtohet për çdo ditë. Çfarë të bëj? Ta lëj jetën time të vjetër dhe të filloj me një të re? Por në asnjë mënyrë unë nuk do të mund të dal në mjedis shoqëror me hijab, veshjen islame. Njerëzit do të drejtojnë syt tek unë. U gjeta në rrugën e bidegëzuar në të cilën Zoti më ndihmoi të arrij. Kisha një dituri të re, e cila përputhej rehatshëm me intelektin tim. Vallë, të shkoj pas bindjes sime, apo të qëndroj në rrugën e vjetër. Si të qëndroj tek e vjetra, kur unë kam bot kuptim tjetër në jetë. Por si mund të ndryshoj, kur ai hap duket shumë i madh për mua. Do të përsërisja në vete fjalinë e pranimit të Islamit. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij. Fjalë të thjeshta. Unë besoj në to, pra kam pranuar Islamin, por nuk mundem dhe rezistoj.
Kështu sillesha vazhdimisht ditë pas dite. Zoti qëndronte në një nga rrugët e bidegzuara, më dukej sikur më thërriste duke trokitur. Eja Keti, unë të kam sjellur deri këtu, por ti duhet patjetër ta kalosh vetë rrugën. Qëndroja e palëvizshme, e gozhduar, si kënguri i zënë në grack nga dritat e automobilit në natën e vonshme. E pastaj një natë, Zoti, supozoj unë, më dha shenjen përfundimtare. Isha duke kaluar pranë një xhamie me burrin tim. E kisha një ndjenjë aq të fuqishme në vete, sa që mezi përmbahesha. Nëse tani nuk e pranoj Islamin si fe, nuk do ta pranosh asnjëherë, më tha zëri im i brendshëm. E dija se kjo ishte e vërtet. Mirë, do ta bëj këtë. Nëse më lejojnë të hyj në xhami, do ta bëj këtë. Por në xhami nuk kishte asnjëri brenda. E tha shahadetin në ndronjt që gjendeshin jashtë xhamisë dhe prisja. E prisja ndonjë rrofe, ndjenjë të menjëhershme të lehtësimit. Largimin e ngarkesës që kisha. Por nuk erdhi ajo ndjenjë, ndjehesha përsëri njëjtë. Dhe tani ulemi përsëri në namazin që jemi duke bërë. Bota duket aq e ndryshme prej këtu poshtë. Madje edhe futbollistët më të mirë raskapiten kështu. Mu kujtua duke shikuar anësh në hijen e hijabit tim, i cili binte në sëxhaden për falje. Të gjithë jemi të barabartë dhe njëjtë të përulur para Zotit. E tani jemi të ulur në pozitë të drejtë, kurse udhëheqësi i lutjes, imami pra, është duke përshpëritur diç në vete. Shikoj poshtë në sëxhaden time. Ngjyra e gjelbërt, vjollc dhe e zezë e sëxhades sime duken sikur janë të njëjta. Ngjyra e zezë e hyrjes së xhamisë më lutet. Unë jam këtu, vetëm qetësohu dhe do të më gjesh mua. Lotët më janë tharë në fytyrën time dhe lëkura më duket e shtrënguar. Çfarë jam duke bërë unë këtu? O Zoti i dashur, unë jam këtu sepse besoj në ty, sepse besoj në fjalët detyruese dhe madhështore të Kur'anit, dhe sepse besoj në pejgamberin e të dërguarit tënd, Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Unë e di, thellë në zemrën time më thot një zë, se vendimi yt është i drejtë. O Zot, të lutem më jep guxim që të vazhdoj me këtë jetë të re, ashtu që të jem sa më e dobishme dhe me besim të fortë. U buzëqesha dhe u ngrita duke e palosur sëxhaden time në gjysmë dhe duke e lënë në një raft, gati për takimin tim të arshëm me ngjyrën e gjelbërt të kadifes. Tani ngarkesa ime filloi të largohet nga unë.
emisionin Përse u bëra musliman. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Incizimi u mundësua në radio produksionin Zëri i Shtimës.